Viti i ri në Shqipëri nis në një kohë kur në prag të vitit Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajsin e tij, cili do që ndoqi monologun 3 orësh të tij, kuptoi 2 gjëra, se ai pranon të gjitha vjedhjet që u ka bërë shqiptarëve, por në gjuhën orwelliane ato nuk i konsideron vjedhje, i konsideron si veprimtari të ligjshme të tij si kryeministër, ndaj dhe mori në mbrojtje të paskupull të hapur, Lubi Ballukun dhe po aq Mirlinden e Akshit, për të cilën tha se ai kishte respekt maksimal. Natyrisht, njeriu që drejtoi në arkat e kontot e familjes Rama 100 milion euro nuk ka si të mos ketë respektin maksimal nga Edi Rama. Por ajo që spikati në këtë fjalë dhe që përbën një zhvillim dramatik për vendin, është lufta e tij e hapur kundër sistemit të drejtësisë. Rama u zotue se ai nuk do pranoj vendimet e prokurorisë dhe të gjykatave për rrethin e tij familjar, për atë dhe ministrat e tij. Në këtë kontekst mbetet pra vetëm zëri opozicës, po shkohet drejt një grushti të plot shteti, ku pushteti ekzekutiv paralizon dhe merr të gjithë pushtetin e pushtetit gjyqësor. Atër fjalën e ka populli dhe vetëm populli. Ndaj dhe ne, kjo situatë na fton dhe nuk na gjen as pak të pa përgatitur. 22 dhjetori provoi se ku ishim ne dhe ku jemi ne, ku qëndrojmë ne si opozicë, si Parti Demokratike në këtë situatë. Qëndroj se vërtet ne jemi një shumicë politike në Shqipëri të gatshëm për të përballë me Edi Ramën në një betejë përfundimtare për rikthim në votës lirë. Të gjitha dhanat janë se Edi Rama nuk do të pranoj verdiktin e organeve të drejtësisë. Në këtë mënyrë, de facto, merr dhe ata pak pushtet që i kishte ngelur i pavarur në këtë sistem. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Ne sa herë kemi përdorur këtë moto kur janë kërcënuar për vdekje lirit tona. Ka ndodhur kjo në 98, 99, ne kemi triumfuar. Ka ndodhur në 91, ne kemi triumfuar. Po ndodh tani në mënyrën më të pa imagjinueshme, pas 35 vitesh pluralizëm, dhe ne do fitojmë. Kështu që duke ju uruar edhe një herë vitin e ri, juftoj të betohemi ne për misionin ton të ri, largimin e Ramaduros nga pushteti, zgjedhjet e lira, opozita në pushtet. Rilindja